Përshëndetje të dashur shikues dhe mirë se po takohemi sërish në emisionin Rinia. Kënaqësi që edhe këtë të diel, si çdo të diel tjetër në orat 18 të jemi së bashku, e unë përveç se me ju këtu, unë në studion edhe tavolinën e podcastit kam kënaqësinë ta ndaj me bashkëprezantuesin tim Endin. Endi, përshëndetje. Orsa, përshëndetje. Përshëndetje ty, përshëndetje edhe gjithë shikuesve të dashur që sonte na ndjekin përmes televizionit Syri Vision edhe këtë të diel në orën 18. Por edhe për të gjithë ata që ndoshta nuk kanë kohë në televizion, na ndjekin përmes platformës në YouTube, në kanalin zyrtar të televizionit Syri Vision. Atëherë edhe sonte jemi së bashku. Ndryshe nga çdo të diele tjetër, unë dhe Arsa përkujdesemi që të sjellim profesione të ndryshme, fytyra të ndryshme, personalitete të ndryshme. Edhe sonte jemi përkujdesur ta sjellim një titull prestigjioz, një vajzë shumë talente e shumë të bukur, e mbi të gjitha një doktoresh shumë profesionale, e cila është e re në moshë dhe e cila ka studiuar mjekësinë e përgjithshme, e sot është doktoresh. Dr. Vlera Haxhi Shabani. Përshëndetje Vlera. Përshëndetje Orsa, përshëndetje Endi. Fillimisht ju falenderoj për ftesën. Së dyti ju përgëzoj për emisionin dhe punën e mirë që ju bëni. Faleminderit shumë Vlera, e vlerësojmë edhe te që je sot pjesë e jona. Faleminderit. Vlera, faleminderit shumë edhe nga ana ime, sepse nuk kemi pas në emision një doktoreshe dhe për ne është shumë kënaqësi që ta të dëgjojmë edhe më shumë edhe ti si një vajzë e re që e re në moshë, por shumë e madhe në profesion, le të themi, të na tregosh dhe të ndash pak a shumë në lidhje me sfidat, me sukseset që kanë shoqëruar rrugtimin tënd të gjatë kësaj kohe. Vlera, çfarë të ka motivuar ty që të bëhesh një doktoresh? Motivimi im kryesor ka ardhur në mënyrë natyrale, mund ta them, nëse mund ta shprehim në këtë lloj forme. Babi im është mjek neurolog dhe inspirimin kryesor e kam marrë nga ai, që nga e vogël e kam ndjek nga afër punën për kushtimin dhe kujdesin që kanë treguar ndaj pacientëve, dhe kjo ka qenë shtysë kryesore dhe motivacion primar që unë të vazhdoj dhe të ndjek këtë rrugë. Për te edhe profesionit të babas, kur e kuptuat për herë të parë që dëshironi të bëheni doktoresh në të ardhmen? Ky motivacion së bashku me ëndrrën time për të ndjekur mjekësinë u rrit së bashku me mua. Kur u rrita, kuptova që këtë ëndër dua ta kthej në realitet dhe bashkë me këtë ëndër vijnë normalisht edhe përgjegjësitë që i ka çdo profesion, por tek mjekësia do të jetë së pari do të jetë njeriu humanist, të ketë altruizëm dhe të ketë dëshirë të ndihmojë të tjerët. Prapë po e cek që mjekësia nuk është veç profesion, është një mision mjaft i shejtë që ngërthen altruizmin, përkujdesjen dhe duhet ajo për si personi 100% për pacientin. Vlera, nëse kthehemi pak tek periudha e studimeve, sepse normalisht është një pjesë goxha sfiduese, le të themi, ka shumë punë, kërkon shumë durim, kërkon ndoshta edhe net të vona, orë pa gjumë, por nëse ti e kthen pjesën tek vetën në momentin kur ti ke studiuar, cila ka qenë ajo sfida më e madhe, cilën e vlerëson ti si sfidën më të madhe gjatë asaj pjese të jetës tënde? Që çdo rrugtim ka sfida. Jo vetëm mjekësia si profesion, po mendoj që edhe profesionet e tjera. Sfida fillimisht ka qenë pranimi fakultet, pas kësaj ka qenë përballja me provimet e para. Natyrisht që 3 vitet e para të fakultetit mjekësisë ngërthejnë lëndët paraklinike që janë pak voluminoze dhe shumë detale, po nuk bën mi hub entuziazmin dhe dëshirën më kujtu se pse ke dashur fillimisht më regjistru në fakultet, pastaj pasun viti 4, 5 dhe 6, u ngërtejnë me shumë lëndë klinike, e kupton veten që je mjek më tepër. Sfida ki që nga momenti që kur dëshiron mu pranu në fakultet e deri tek përfundimi i studimeve, por që nuk bën më humbë entuziazmi edhe më kujtu se pse ke fillu gjithmonë. Të studiosh, praktikosh dhe punosh në fushën e mjekësisë nuk është e lehtë. Këtë pak a shumë e dim, pak a shumë e ceke edhe ti në fillim, por na trego pak se si është një ditë tipike e doktoreshes Vlera Haxhi Shabani. Atëherë një ditë tipike, unë punoj në kujdesin primar shëndetësor në kuadër qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Gjakov. Punoj me ndërim të masditës prej orës 2 deri në ora 9 të mbrëmja. Është pak sfiduese, normalisht, filloj mëngjesin me aktivitet fizik, për shkak se është shumë e rëndësishëm për mirëqenie, mira me fitness. Pastaj kthehem, përgatis mëngjesin, ushqehem dhe bëjmë gati për punë.
puna, si që thash, orari është pak i gjatë, po puna me pacient, shërbimi në kuadër të kujdesit primar është një punë mjaft fisnike. Kthehem pas punës, qëndroj pak me familjen, bisedoj pak dhe përgatitëm për ditën e radhës. Vlera, çfarë të motivon ty që me vazhdu këtë rutinë çdo ditë? Motivacioni kryesor për këtë rutinë është ndoshta puna dhe përballja që bëj me pacient çdo ditë. Ndihmesa që mundom t'i bëj qytetarëve të komunës së Gjakovës dhe kur e sheh që një pacient është shëru, ka vepru terapia jote, ajo normalisht që të motivon edhe më tepër për me vazhdu dhe e kupton rëndësinë e profesionit tënd. Po ndalemi këtu tek pacientët pak, unë po du me të pyeti në lidhje me përvojat e tuaja me pacientët. Cila është një nga përvojat ndoshta më të paharrueshme me ndonjë pacient apo paciente deri tani? Përvoja më paharrueshme. I kam disa, po përveçoj ndoshta një, se unë që 8 muaj punoj në kuadër të mjekësisë familjare. Ka qenë një pacient me një, le të themi, për shkak të shkaqeve etike nuk për hyj shumë në detale, se bje keq, po erdhi pacienti në një gjendje mjaft emergjente. Kam qenë në një punkt në fshat dhe e shikova, e mota atencionin, e pash se diçka nuk është në rregull, edhe vrejta me njëherë diagnozën dhe shënova e udhëzova për në spitalin rajonal Iso Agresta Gjakov, departamentin e emergjencës. Pacientin ka shpëtu, më kam falendëruar mjekët dhe vetë pacienti aty e kom kuptu që ja kom shpëtu dikuj me të vërtet një jetë, ndonë se kemi na pacienta kronik me tension, me diabet, prap nuk mungojnë edhe pacientët të cilët kanë emergjenca të ndryshme dhe kur ju ndihmon e kupton që i ki arrit kulminacionin e profesionit tënd. Sa mirë të dëgjojmë përvoja të tilla, edhe patjetër që këto vazhdojnë të janë edhe motivim edhe frymëzim që të vazhdosh edhe më shumë me punën që ti e bën çdo ditë. Por po besoj që puna, sado kënaqësi që të ofron, patjetër mund t'i ketë edhe pjesën e stresit, pjesën e presionit. Si arrin ti menaxhosh ti këto gjatë një dite në punë? Patjetër, është e rëndësishme që mi menaxhu stresin. Na si qenie njerëzore jemi si një sfungjar. Thithim stresin edhe qoftë pa vetdije dhe kjo na ndikon mjaft negativisht në nënvetdijen tonë. Siç e thash, mirem me aktivitet fizik, që është shumë i rëndësishëm, mirem me piano dhe kitar. Kam kështu si pasione të fshehura, me pikturim, këndim, kështu. Këto më ndihmojnë mu relaksu pak edhe mes mi kuptu atë lodhjen që e kemi në punë. Periudha kur ti ke zhvilluar studimet ka qenë më saktësisht 2018 deri në vitin 2024, atëherë kur ke diplomuar. Si është jeta për Vlera Gjyshabanin pas diplomimit në universitet? Po, jeta pas studimeve i ka ato dinamikat e veta. Fillimisht i kena disa obligime që duhet mi përfundu, stazhin 6 mujor. Pas stazhit 6 mujor është periudha e licencimit, licencohemi dhe kemi të drejtë të ushtrojmë detyrën e mjekut në territorin e Republikës së Kosovës. Në ndërkohë, sa kam prit për procesin e licencimit, jam marrë edhe me punë të tjera, siç është puna si asistente në Universitetin Fëmijë Agani Gjakov, kam punu një semestër, puna ka qenë mjaft interesante, kum po që ka shumë studenta të rinj të cilët janë të motivuar, edhe kjo më ka bërë mundi shumë mirë që kena një rini kaq të interesuar dhe kurioze për fushën e mjekësisë. Tjetër kam bërë edhe hulumtime të ndryshme shkencore, marrë edhe pak me punë akademike, kom prezantu në konferenca të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare, tema nga më të ndryshmet që nga shëndeti publik e deri tek emergjenca të ndryshme mjekësore. E kur jemi tek këto prezantime të ndryshme, hulumtime të ndryshme që ti ke bërë në sfera kombëtare dhe ndërkombëtare, le themi, a e ke ndonjërin të cilën ti e veçon pak më shumë, që ka mbetë si kujtim shumë i bukur dhe patjetër që i suksesshëm? Konferencat janë shumë interesante, sepse takohesh me njerëz të ndryshëm, profesionistë të fushave, diskuton tema të ndryshme, po më veçanta, ndoshta kishte qenë publikimi që kumposi një hulumtim për hezitimin e procesit të vaksinimit. Kjo ka qenë më shumë si temë rishikim i literaturës, edhe mi marrë disa të dhëna statistikore se pse hezitojnë sot njerëzit mu vaksinu. Natyrisht që periudha pandemisë që kemi pas, dezinformata të ndryshme në media që kanë tregu që informacioni jo i sakt apo jo i rrejshëm merr
viralitet më të madh për hapet, domethënë rrjete më shpejt se sa vetë një informacion i saktë. E dim që presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka bërë shumë anti-vaksinim fushata dhe ka thonë që për shembull djali im është autik shkaki X vaksinës dhe shumë prind kanë hezituar mi vaksinu fëmijët kundrejt vaksinës MMR. Po aty ku më shpalo se pse është e rëndësishëm vaksinimi si proces dhe është rol kyç për parandalimin e shumë sëmundjeve infektive dhe sukseset mbar historike që ka pas gjithmonë procesi i vaksinimit. Për te i punës tënde si doktoresh, të eceke që ke prezentu konferencat të ndryshme, po ashtu dhe ke urumtu në këtë pjesë, në këtë sferë. Po na trego pak sa është i rëndësishëm komunikimi në këtë rast mes doktoreshes dhe pacientit. Po, unë mendoj që komunikimi mjek-pacient është hollka kyçe dhe themelore e vetë mjekësisë, sepse nëse pacienti e fiton besimin, dhe atëherë dhe terapia shkon më lehtë, sepse një fjalë e mirë duke ja thënë pacientit e qetëson, e bën mundi ma mirë dhe natyrisht është edhe ai efekti placebo i terapisë që e bën shumë ma shpejt mundi ma mirë se sa vetë terapia. Ti ke punë çdo ditë me njerëz, komunikon me pacientë të ndryshëm. Çfarë të ka mësuar ty kjo punë? Çfarë të ka mësuar mjekësia përveç pjesës së profesionit në aspektin e lidhjes me njerëzit e tjerë? Duhesh me qenë empatik, mi kuptu se si ndihet tjetri, me pas respekt të ndërsjellët mjek pacient dhe me e bo pacientin që me një farë mënyrë edhe më kujdes për shëndetin, me bo apel, me bo tema të ndryshme, mi motivu për shembull pacientin, nëse është për shembull diabet, nëse ka probleme me diabetin, mi ndryshu dietën ushqimore, nëse është pacient hipertenziv, me përdor më pak kryp, me marrë më shumë aktivitet fizik, kështu. Po besoj që ata që po na ndjekin, përveç se pjesës së intervistës edhe për vlerën, po mësojnë edhe shumë këshilla të ndryshme në lidhje me shëndetin e tyre, çka patjetër që është edhe benefit shumë i madh. Të kemi edhe ty sot këtu në emision që t'i ndash edhe me shikuesit e tjerë këto këshilla, këto informata shumë të rëndësishme. E sidomos me të rinj që e synojnë mjekësinë e përgjithshme, që është një prej tyre Arsa, e cila synon të ardhmen e saj. Unë po du më ndalë këtu të ardhmja, Vlera, dhe po du më të pyet pak për planet e tua të së ardhmes. Cilat janë disa nga planet e tua, duke qenë se ti ke një karrierë shumë të suksesshme, je shumë e re në moshë dhe vetë se ke krijuar le të themi disa nga ato shtyllat e suksesit tua në karrierë, por cilat janë disa nga planet e ardhshme që presin Vlerën? Atëherë, plani i ardhshëm natyrisht është specializimi. Nuk është e kam dorë saktësisht se tek cila deg të vazhdoj, për shkak se nuk është një gjë që varet në dorën tonë shumë, konkurset që hap Ministria e Shëndetësisë. Normalisht mbas kërkesave të tregut, duke di që jena një treg mjaft i vogël dhe numri i profesionistëve shëndetësor shumë i madh, nuk ka fajas Ministria pse don mi mbyll ato shpresë tira, por e rëndësishme është që çka do që të zgjedh është për të mirën e qytetarëve, është për të mirën e pacientëve dhe nga secila deg mundesh mi ndihmu pacientin, nëse e bën me përkushtim dhe dëshirë e vullnet të madh. Vlera, ti eceke, ndi të pyeti pak a shumë në lidhje me planet e tua, domethënë pas disa vitesh, por ti the që çfarë do që të hapet drejtim, ti atë do ta zgjedhësh varsisht me kërkesat që ka tregu, por nëse është në mendjen tënde tash, si e sheh veten pas disa vitesh në këtë profesion, le të themi për një periudhë 5-10 vite? 5-10 vite e shoh veten specialiste të ndonjë X fushe me përkushtim shumë të madh ndaj pacientëve. Natyrisht preferencat e mia janë pak anoj pa nga degët kirurgjikale, sepse adrenalina është më e madhe dhe ajo të motivon më tepër. Ndoshta puna që e bëjnë kujdesin primar shëndetësor lidhet më tepër nga ana klinike dhe e shoh që është e rëndësishme klinika, po pjesa e pëlqen më shumë kirurgjikale. Kështu që do kisha qejf ta shoh veten si doktoresh nga degët kirurgjikale. Pse jo? E po shpresojmë që ta arrish si ëndër. Orsa, para se të hyjmë në një intervistë me Vlerën, e pyeta pak në lidhje se përveç planeve të së ardhmes edhe se ku dëshiron ta zhvilloj karrierën e saj si doktoresh. Ajo e ceku që në Kosovë. Nëse jo në Gjakov, ndoshta në kryeqytet apo kudo tjetër, por në Kosovë. Pse në Kosovë? Pse jo ndoshta jashtë shtetit? Unë kuptoj këtë trendin e ri që po bëhet sot për ta lënë vendin, qoftë për një specializim që ndoshta
dëshirojnë apo qoftë ndoshta për kushte më të mira të pagesës, por dëshira ime është të kontribuoj në vendin tim këtu ku jam rrit, këtu ku i kam marrë hapat e parë dhe më jam ndihmën qytetarëve të vendit tim. Nuk krahasohet asnjë lloj page apo ndonjë gjë tjetër kur e bën punën në vendin tënd dhe je në shërbim të qytetarëve të vendit tënd. Shumë kënaqësi të dëgjojmë që profesionistë, le të themi profesionistë të fushave shumë të rëndësishme, më me rëndësi që mund të jenë, të zgjedhin edhe të qëndrojnë këtu në Kosovë, të zhvillojnë karrierën e tyre këtu, dhe është për ne është shumë kënaqësi ta dëgjojmë këtë, sepse me të vërtetë, siç e thekë edhe ti, është ai trendi që duan të udhtojnë jashtë, ndoshta për një jetë më të mirë, për kushte më të mira, por patjetër që kur ti mësohesh në vendin tënd, di edhe shumë më lehtë se si t'ju qasësh njerëzve të tjerë, si të jetë ajo marrëdhënia, edhe të gjitha ato vlera që ndoshta duhet të përçohen tek njerëzit e tjerë në bazë të fushës të cilën ti e ke studiuar. Ti si mjeke, cilat janë ato vlera ndoshta që kur e ke një pacient përballë ose fjalë të ndryshme motivuese, cilat janë ato që ti ja adreson? Së pari, kam qejf që pacientët me mua të kenë respekt të ndërsjellët, siç e theka empatia që është themelore, sepse kur e kupton shpesh pacientët kemi në mosha të ndryshme, që nga moshat pediatrike e deri tek ata të moshuarit, duhet të kemi kujdes me qasjen që ja bëjmë së pari pacientit, secili pacient mendoj që ka kohën e vet. Dhe në varet prej natyrës së sëmundjet që ka pacienti për shembull, edhe mundom maksimum i respektu siç e thash empatin, pastaj gjëja tjetër me rëndësi që do ta kisha përmend është vetë edukimi. Mundohem mja transmetu pacientit procesin e vetë edukimit, do me thonë përveç, siç e theka më përpara, përveç një terapie kronike që mundet më marr pacienti, mi jap këshilla për dietën që e ndjek, veset dhe zakonet që i ka, për shembull nëse një pacient ankohet me probleme pulmonare të mushkënive, i them që të ndaloj duhanpirjen, të ketë kujdes në çfarë ambiente ekspozohet, shkoj për shembull në ambiente malore ku ka oksigjenim pak më ajër të pastër, jo në tymë të qytetit, e kështu. Atëherë kryesisht larg kësaj përgjigje, po du me të pyet pak në lidhje me rolin e gruas. Ne kemi folur jashtëzakonisht shumë dhe kemi parë lajme të ndryshme në media, njerëzit që kanë folur, po ashtu edhe popullin në përgjithësi, po du me të pyet më specifikisht në pjesën e mjekësisë. Si mendon që ka ndryshuar roli gruas në mjekësi? Roli gruas në mjekësi historikisht ka pas mjaft doktoresha që edhe para meje gjenerata të tëra kanë qenë pjesë e mjekësisë, kanë qenë doktoresha mjaft të suksesshme. Mendoj që sot gratë kanë role vendimorëse ndoshta, janë drejtoresha të klinikave, të reporteve dhe po marrin pjesë më tepër në pozita udhëheqëse, gjë që nga ana ime është pak më mirë se femrat e kanë atë pjesën e organizimit, janë pak më të organizuara dhe proceset shkojnë më lehtë. Vlera, ti në fillim e ceket që frymëzim në rrugtimin tënd ka qenë edhe babi, duke qenë se është doktor në fushën e neurologjisë. Por a ka ndonjë person tjetër që ty të ka frymëzuar në këtë rrugtim? Siç e përmenda, pra babi ka qenë inspirimi im numër 1, gjithmonë jam rritur të admiru për punën që bën kur jemi dalë, për shembull, e kanë falendëruar njerëz rrugës edhe kjo më ka bërë mundi shumë mirë dhe kom thonë kur të rritem unë patjetër duhet të bëhem mjeke. Natyrisht e kom pasi inspirim, po dua që ta bëj identitetin tim profesional, do me thonë që të mos mbetëm vetëm tek pjesa e babit, po ta krijoj edhe të identitetin tim. Patjetër jam frymëzuar nga shumë profesoresha që i kom pas fakultet, na kanë motivu me vazhdu përpara, me smundal dhe natyrisht që i falenderoj gjithë ata që kanë qenë pjesë e këtij rrugtimi dhe më kanë mësuar se çka do të thotë arti i mjekësisë, sepse mjekësia nuk është shkencë, është edhe art. Për te mjekësi si profesion, te e cekë në fillim që për te mjekësi si profesion është edhe përgjithësi, sepse ke dorë mbi shëndetin e njerëzve të tjerë. Si e përjetoni ju këtë, le temi, përgjithësinë mbi shëndetin e njerëzve të tjerë? Atëherë, që nga momenti që kam vendosur me studiu për mjekësi, e kom pas gjithmonë para vetes që do të më ndjekin përgjegjësi shumë të mëdha. Natyrisht në dorë e ki shëndetin e një personi dhe automatikisht kjo të bën mundi
me pas një përgjegjësi më të madhe, sepse siç e theka më përpara, ki në dorë jetën e njeriu dhe nëse i them edhe të rinjve që na shohin dhe që kanë dëshirë për me studiu në fushën e mjekësisë, që duhet me qenë shumë të përgjithshëm. Jo vetëm ta zgjedhin mjekësinë për privilegje, për ndoshta një pagë më të mirë në krahasim me profesionet e tjera, apo vetëm për titull, po duhet me pas gjithmonë parasysh që përgjegjësia është mbi të gjitha. Vlera, ti e pate një këshill ndaj të rinjve që të jenë shumë të përgjithshëm, sidomos ata që duan ta ndjekin fushën e mjekësisë. Por për shikuesit e tjerë që neve po na ndjekin në këto momente, a e keti ndonjë këshill si doktoresh, duke u bazuar në rastet e shumta që ti i ke çdo ditë në punën tënde? Cilat është ajo këshilla për një jetë më të shëndetshme, një jetë më të mirë edhe pa sëmundje ose probleme të vogla shëndetësore? Patjetër, këshilla numër 1 është më marrë me aktivitet fizik, sepse përveç benefiteve që i ka në uljen e sheqerit në gjak, uljen e yndyrës së keqe, ka dhe benefit se ul edhe nivelin e stresit dhe rrit hormonet e lumturisë. Kjo i bën më produktiv. Edhe këshill studentëve të rinj që janë duke studiu, më marr domethënë me aktivitet fizik sepse nuk e lojnë stresin më akumullu. Këshill tjetër është me studiu sistematikisht, sepse dim që në fakultetin e mjekësisë lëndët janë shumë voluminoze dhe nëse e lën sot nesër një periudhë më gjatë më mbledh shumë material, atëherë nuk kemë pas sukses dhe vetë dëshpërohet studenti, duhet me studiu sistematikisht dhe mos mu dorëzu asnjëherë përballë çdo sfide. I dhe disa këshilla jo pak të rëndësishme, por shumë dhe po du me të pyet më specifikisht për rinin. Vlera, si të duket rinia sot, si po ju qasen këta të rinj mjekësisë, ata që kuptohet, e studiojnë këtë dek? Kena një rini mjaft të mrekullueshme, të interesuar dhe çdo ditë më tepër po mundohen me arrit sukses në çfarëdo lloj fushë, jo vetëm në fushën e mjekësisë, po nëse kisha shqyrtuar nga ana profesionale, nëse i krahasojmë me vitet e kaluara, natyrisht që na kemi pak më lehtë, për shkak se kemi qasje me teknologjinë. Nëse para 50 viteve ndoshta kishin dashur me studiu anatomi, janë duhet mi paramendu se si duket 3D zemra. A për shembull, ne studentët e rinj vetëm e shkarkojmë një aplikacion 3D, e rrotullojmë zemrën nga cila ndojmë, ja shikojmë çdo pjesë të ndërtimit dhe memorizimin e kena ndoshta pak më të lehtë se sa ata që e kanë studiu pak më përpara. Kaloi shumë shpejt koha e emisionit, u kënaq shumë, mësuam shumë, besoj që dhe shikuesit që neve na kanë ndjek deri më tash kanë mësuar shumë. Por unë kam edhe një pyetje për fund për Vlerën, në fakt i pas na dy, po vetëm po fillojmë njëherë me njërin. Vlera, çfarë është mjekësia për ty? Nëse do e përshkruaje ndoshta me një fjalë ose me dy fjalë, çfarë është mjekësia për ty? Mjekësia, siç e theka edhe më përpara, nuk është vetëm profesion. Mjekësia është një mision humanitar, altruist dhe me përgjegjësi. Dhe nuk do ta kisha paramendu veten të kisha studiu ose të isha marrë me diçka tjetër post mjekësisë, sepse e gjej veten në këtë profesion dhe ju kisha rekomandu se cilit të re që ka interes për të vazhdu në fushën e mjekësisë, të vazhdoj dhe të ketë shumë vullnet për të vazhdu përpara dhe të mos dorëzohet. Shumë bukur, ishte mrekullueshme kjo, por dua të pyes pak ti, e ceke pak më herët që janë edhe disa talente të fshehura të tua, që ti praktikon në kohën tënde të lirë. Nëse ke mundësi të na flasësh pak më shumë për ato, çfarë të ndihmojnë ato ty? Ti the në piano, nëse nuk gaboj apo? Në piano kam qenë shkollën e muzikës Frank Jakova Gjakov, paralelisht me shkollën fillore, kam përfunduar 7 vite. Kitar për qef kam mësuar kështu, dhe këndimin naturalisht që ka ardhur si pasojë e veshit për muzikë. Këto më relaksojnë, më bojnë më shkëput për pjesës së lodhjes së punës dhe më bojnë mundi shumë mirë. Ndina pak në faj që nuk ju kom japë ndoshta pjesën që e kanë meritu ose ndoshta me vazhdu me muzikë, po dëshira për mjekësi ka qenë pak më e madhe. Por ti dhe që nuk do e shihje vetën në ndonjë profesion tjetër për post mjekësisë, të cilin e ke pëlqyer gjithmonë. Por muzika, a do të kishte pas mundësi të zinte një vend ndoshta në këtë pjesë? E ka një vend të vogël në zemrën time, po nuk e kisha paramendu veten, për shembull si muzikante, jo.
Vlera, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit tonë sot. Ne u kënaqëm shumë, shpresoj që dhe ti ke kaluar mirë. Ke ndarë shumë informata me rëndësi edhe për mua dhe për endin që jemi këtu në studio. E po ashtu të për shikuesit që neve po na ndjekin, nëse ti ke dëshirë me nda edhe diçka tjetër, nëse tu kam bërë diçka pa diskutu. Ju falenderoj që të dëve dhe ju përgëzoj për punën e mirë që bëni. Dhe ju falenderoj. Nuk kisha dashur asgjë tjetër më shtu, sepse mendoj që i prekëm të gjitha nga pak. Veç ju uroj juve dëve suksese në çfarë do lloj sfere që të jetës që e zgjidhni, juve suksese për mjeksi, për juve. Gazetari. Apo suksese sepse janë rrugë të mbarë. Faleminderit shumë Vlera. Faleminderit shumë që ishe sot dhe siç tha dhe Vlera Orsa, po besoj që kemi prek gjitha temat sa i përket mjekësisë, sa i përket profesionit që Vlera Gjishabani ka vendosur ta vazhdoj, ta praktikoj, ta punoj çdo ditë në të ardhmen e saj. Faleminderit shumë edhe juve që ishit pjesë e jona, faleminderit shumë edhe bashkëprezantuese Sime që kam kënaqësinë ta ndaj çdo të diel studion me të. Faleminderit Orsa. Faleminderit ty Endi dhe njëherë faleminderit të gjithë shikuesve që na ndoqët deri në këtë momente. Deri të dielën tjetër në ora 18:00. Mirëmbëjtje.